Nuk e di atë ka ndodhur ndonjëherë mas shumë zemërimeve, illënimeve, hatërmetjeve që ke pas ndaj dikuj që të ka bërë të keqen. Më ul edhe me lut një lutje aty ynë për te. Ose me lut një të falë Mari, ose me bë punën e pendimit, aktin e pendimit për personin që ka vepru keq edhe në mënyrë pa drejt ndaj teje. Dikush mundet me pyetë, me thonë pse duhet me bë një gjatë tillë, për me te kalu të keqen, për me mujt të keqen, për mas me lanë të keqen me të shkaktu ma plagë edhe me të çarmatos në tanë aspektet. Por nga ana tjetër sepse e kërkon Krishti një gjatë e tillë, për të mirën tonë, për lirimin tonë, që të mos rrim në pellgun e të keqes, që na qelbe, na myte, na shkatron, na mush me mllef, edhe na bombardon për çdo ditë. Bane provë. Është akt lirimit, është akt bijësijet, është diçka shumë e madhe që ndryshon prej tona gjanave tjera.